Përshëndetje për ty Afrodita dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Jemi këtu në sallën e konferencave në stadiumin Terne, po në stadiumin të Slovan Bratislavës, aty ku pak minuta më parë selektori i Kosovës Franco Foda dhe sulmuesi Vedat Moriqi ishin në konferencë për media, dolin për të prononcuar për herë të fundit para ndeshjes historike të kombëtarës së Kosovës që e zhvilloi në kuadër të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës. Franco Foda ishte i qetë para këtij ballafaqimi, tha se gjosat janë 50-50 dhe do të kanë bërë të gjitha përgatitjet, kanë stërvitur intensivisht për gjatë këtyre 3 ditëve të fundit dhe janë maksimalisht të motivuar dhe të gatshëm për këtë ballafaqim, ndërsa Vedat Moriqi, i cili ditë më parë kishte deklaruar se një kualifikim në Kupën e Botës me Kosovën do të ishte momenti dhe kur do t'i varë këpucët në gosht, sot tha që gjosat janë 50-50, e vlerësoi kombëtarën e Slovakisë dhe duke thënë se kanë individ që mund të rrezikojnë nga çdo moment dhe kur u pyet edhe për penallti, tha se është i gatshëm që të marrë pari për gjuajtjen e penalltisë. Ndërkohë tani është bërë një traditë që Franco Foda të mos e zhvilloi seancën e fundit stërvitore në stadiumin ku do të zhvillohet ndeshja si mysafir, ato e ka zhvilluar sot në stadiumin Fadil Vokre dhe sot të përzgjedhurit e tij, ai dhe me futbollistët kishin dalë vetëm për ta shikuar fushën përpara duelit